Çfarë të doni të ndryshonit? Në qytetin e Gronë? Në përgjithësi. Në përgjithësi. Besoj se s'ka që për ndryshuar, unë për vete jam shumë rregull. Je i kënaqur? Gjitha, po patjetër. Unë mendoj që duhet kishte më shumë mundësi për të rinjt, më shumë vende pune dhe domethënë mos të kishte televizjen e njerëzve që janë gjithnjëherë më shumë duke u larguar nga qyteti si Gramshi, por të kishte më shumë oportunitete për zhvillim. Juve do largoheni? Mendoj për sa i përket shkollës të artë, normal që do largohemi sepse në Gramsh nuk ka universitet, por pas si universitetit mund të kthehemi nëse gjejmë një vend pune dhe një jetesë që e kemi menduar dhe të jetë me kushe të mira jetesën këtu në Gramsh. Unë nuk mendoj që do ktheheni. Po. Sepse kur ta shihni jetën e Tiranës, sa rrugshme është edhe sa mundësi të jep. Nëse ti je më lehtë dhe vendi punës dhe kushtet e janë më të mira, normal që ka më shumë mundësira sepse po, është më shumë vend i madh. Më kupton, kështu që patjetër do të ketë më shumë mundësi. Pra ju do largoheni mbas përfundimit të gjimnazit. Po.